Përshëndetje! Mirë se erdhët në adoleshencë. Na kishte marrë malli shumë për ju në fakt, se u bën ca kohë pa xhiruar, por që ja ku jemi prap për shkak të provimeve, për shkak të kishim disa gjëra, disa problematika. Por ja ku jemi prap këtu, kjo nuk do të thotë që neve ju kemi harruar, sot kemi ardhur në qytetin e bukur të Pukës. Kemi ardhur në Puk, ku do takojmë një vajzë të mrekullueshme, një vajzë pukiane, e cila na ka mirëpritur këtu në qytetin e saj, siç e kanë traditë gjithë shqiptarët, na mirëpresin. Dhe ajo quhet Klea. Hajde ta takojmë bashkë. Atëherë si s'mu ta shihni, jemi këtu me Klean. Shëndetje. Ç'kemi Klea si e? Që në këshme Pukur një herë. Faleminderit që na mirëprite këtu në Puk. Faleminderit që bë. Tani Klea mirë se erdha. Po ta them me ungana ime. Do na bësh prezantim të shkurtër për veten, në mënyrë që edhe ato që të shohin. Po. Unë jam Kleria Asani, jam 18 vjeçë, studioj në gjimnazin Sambas Sinani. Jetoj në një fshat të Pukës. Bashkas. Je maturante pra këtë vit. Po. Provimin anglisht se të gjuhës e ke bërë. Po. Si dola? Te anglisht që kanë dhënë rezultate shumë mirë. Super. Edhe neve kishim dalë shumë mirë. Te gjuhës nuk kanë dalë akoma përgjigjesh, por që shpresojmë që mirë. Kemi dalë mirë. Po besi sa të. Po. Edhe për pak kemi 2 provime të fundit apo jo. Po. Dhe më pas të mbarojmë një cikël shumë të rëndësishëm. Si ka qenë për ty Klea gjimnaze? Ka qenë shumë i mirë, në fillim e normal që o të shtë ambientimi dhe çdo gjë më ndryshe, por që mirë, me vështirësitë e saj. Kene një kujtim që zaro shkuar gjimnazi? Janë më shumë mbrëmjet, ekskursionet, dhe budhimet me shokë të shoqë. Ti shkollën e bën këtu në Puk apo e bën në fshatin ku tjetër? Sepse është më i mirë mësimi këtu, sepse në fshatin ku isha. E kuptoj. Dhe sa nxjerrën strana në një klasë? 17, 18. Jeni nga një paralele apo? 2 paralele. 2 paralele. Super. Pak më parë thjesht që kishte bërë ekskursione dhe kishte kaluar shumë mirë apo jo? Po. Sa ekskursione bëni në një vit? Përgjithsisht domethënë. Se patjetër është varet 3-4. Super. Nëzbën fare. Përpusin edhe me temat, zakonisht në qytetet e autorëve, apo diçka që shënon tel tek ne. Okay. Pra çdo gjë përputhet në bazë të shkollës. Të shkollës, e kuptoj, super. Ekskursionet i bëni me mësuesit apo? Po, me mësuesit. Cili ka qenë ekskursioni i fundit? Në Sarand, që ishte 3 ditë. Edhe ne ishim në Sarand. Edhe neve kemi qenë për 3 ditësh, me të vërtet janë disa ditë që mbajnë mend edhe nuk do të harrohen. Edhe pse gjimnazi do përfundoj, siç po përfundon, avash jemi në ato ditët e fundit. Po është cikël që ne nuk do harrojmë kurrë patjetër. Dhe mos tani që po vjen fundi, po fillon të mendosh gjithë ato gjëra që le bërë me shoqërinë. Jam me vërtet 3 vite shumë. Po. Janë të ngarkuara, eksperiencë ndryshe, po janë edhe shumë të rëndësishme dhe vendimtare për vazhdimsinë në profesionin që ne do duam, edhe në shkollën që ne do duam të vazhdojmë. Ti Klea, çfarë do të vazhdosh pyet? Andaj më të bëhem infermiere, që të ndihmoj të pash shpresë. E pas kemi shëndetësi në duar të sigurta ne. Super. Do t'i vazhdosh studimet këtu apo? Në Tiranë, se këtu nuk ka universitete. E kuptoj. Po pas studimeve, çfarë plani ke? A do të kthehesh përsëri? Po, sepse vendet e punës më Puk janë shumë të pagta dhe mendoj që ka nevojë për ndihmë tek spitali. Pra do t'i vësh një sa super ide. Realisht, bravo. Shumë gjë e mirë. Është rrallë të dëgjosh sidomos nga adoleshentë që ta kenë këtë dëshirë dhe këtë ide. Dhe si të bësh. E kuptoj, inshallah vazhdon me këtë ide dhe me këtë parim. Inshallah bësh një infermier shumë e mirë edhe faleminderit. Ka sa më shumë suksese kudo që të jesh. Klea. Po. Si kalon ti ditën këtu në Puk? Mbaron shkollën? Mbaj Dhe pastaj çfarë bën?
Me çfarë merresh? Aventura. Aventura të çmentura? Në fakt nuk është të kesh shumë, por që as që të ngelesh stabil, jo. Po. Unë që jetoj në fshat, për shembull, aty ke shumë mënyra se si ta kalosh kohën, nuk është të ngel në pjesët e pruara të ditës. Po. E ke të menaxhuar. Si është në ditën? Pra cila është një ditë e zakonshme? Hobi im është të vizatoj dhe në kohën time më pëlqen të vizatoj, të lexoj libra, po ashtu të ndaj kohë me familjen. Të lexosh libra. Po. Kush është libri i fundit që ke lexuar? Është i Byron Mene. Byron Mene do më kam lexuar. Preferuar të mit. Po, do më kam lexuar. Është dhe film. Po, është dhe film, po libri kam shumë emocion. Po, dhe mua më ka pëlqyer më shumë libri, me thënë drejtën. Libri të përcjell Po, gjithmonë mendoj që libri është më i bukur. Po, se të fton në botën e tij. Po, vërtet. Kështu që lexoni edhe ju, që se keni lexuar. I cili autor është? Colin Hoover, më duket. Po, ja ti. Po. E kam dëgjuar shumë si titull, por po të them drejtën, këtë libër nuk e kam lexuar. Pra lexon shpesh kle apo jo? Në fakt është një gjë e mirë. Pse mendon që të rinj duhet lexoj? Që të shqellojnë më shumë imagjinatën e tyre dhe të hyjnë sa më shumë në pastrimin e fjalorit të tyre. E kuptoj. Pra, është si gjë shumë të mirë. Po. Ti kja, se nuk më e the. Ke motor se vëmë të vogël ose Po, kam një vëmë të marrësëm. E ke më të fastë të? Po. Çfarë marrëdhënie ke me vllajin? E kam shumë të ngushtë, ndryshe nga çdo motor që thotë vllajin e kam shumë strikt apo diçka kundër vllajit. Po, edhe kam fakt më përshtypje. Sepse dëgjoj shoqet e mia, edhe shoqet e Livit që gjithë kohën thonë që vllai i madh është shumë strikt. Për ty është ndryshe. Ndryshe, po. Keni marrëdhënie shumë Shumë të ngushtë. Sa vite keni diferencë? Janë afër. Që janë dhe një moshë. Relativisht afër me njëri tjetrin, kështu që normal që. I tregon sekretet të vllajt? I tregoj. Vllai i tregon ty? Po. Vllai jeton këtu? Jeton këtu për momentin. E kuptoj. Kush është një sekret që ke pasur vështirë t'ia thuash për shembull? Nuk është se kam s'ke pas. Kam drejtën se kemi një komunikim shumë të lidhur me njëri tjetrin. Më bëhet shumë qefi. Po për sa i përket familjarëve, pra për sa i përket prindërve të tu, a keni marrëdhënie të afërt apo me ata që ndron pak më e ftohtë? Kam shumë të afërt edhe me ato, por prapë me vllain është më e distancuar. Është gjithmonë ajo lidhja motor vlla, motor vlla, që është më diferencë më të ngushta mendoj. E vërtet. Pra edhe me shtëpisë keni marrëdhënie, me familjarët keni marrëdhënie të ngushtë. I tregon për çdo gjë? Po. Çdo shqetësim normal. Ka filluar që në moshë të hershme ke për këtë si gjë, apo sa vjen rritesh dhe i afruar pak më shumë? Rritet dhe afrohet normal se kam marrë një tjetësi që e vogël të duhet shprehen. Ke jam që po flasim për familjarët. Unë kam dëgjuar që prindrit verior janë shumë strikt. A është vërtet? E provon? Nuk është e vërtet, sepse jo gjithë mund t'i përfshijmë atë. Pra nuk i fusin dot në një test. E kuptoj. Kjo janë shumë liberal, nëse po kuptoj. Po. Janë ata okay nëse ti do të dalësh për ditë, do të pishin kafe në shoqërinë tënde. Janë shumë dakord. Okej. Pra, marrëdhënia e paske super të mirë. Nuk ka probleme dhe nuk ka konflikte. E kuptoj. Për çfarë bie shpesh në konflikt? Se duhet të ketë diçka patjetër normal. Në gjërat e moshës që edhe ne me prindrit tanë shpesh herë debatojmë në thonjësat, nëse mund ta quajmë debat. Nuk mund të kemë asnjë debat shumë madh, thjesht mund të jetë pjesa e telefonit mbase, koha e gjatë. Për të prindrit tanë e kanë shumë problem teknologjinë, disa prej tyre patjetër. Për shembull, mami im e ka vdekje dhe urren teknologjinë. Nuk ka. Është dhe ajo, për shembull, dëm barku tu dhe i thot mamet e marrë barku. Nga telefoni e ke mam. E di unë atë moment, se ke ndejtë shumë. Rigjiditë atyri. Nëse mua që jam vjen mirë që ti ke marrëdhënie të mirë me familjen, se realisht është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që ne të shkojmë tek ata dhe për çdo gjë ti kemi mbështetës, ti kemi suportues. Po përsa i përket hobit tënd, të suportojnë? Po, suportojnë, sepse shikojnë që kam shumë dëshirë. Ke menduar një herë të vazhdosh si piktore apo infermieria është ajo që këndërrosh të më? Përparësi shumë të madhe pjesës. Mendoj që nuk ka të ardhme? Jo. Po në një kurs këtu në Puk, ke patur mundësi ta zhvillosh? Nuk ka kurse për piktura në Puk. Okej, do doja ta ndryshoje këtë gjë? Po, do të shumë gjëra ndryshe në Puk, në fakt se çdo gjë. Cilat do ishte ndryshe? Do kishte një shkop magjik. Çfarë do ndryshoje? 3 gjëra thuaj.
Ose shumë kurse ku fëmijët ose adoleshentët të kenë më shumë aktivitete për të vendosur veten në angazhim. Mund të hapja vende pune për të parë punën që të rritet ekonomia edhe në mënyrë që të mos largohen njerëzit. Shumë interesante. Duhet bërë në fakt. Puka në sa po shohim më shumë e bukur, por shumë pak njerëz. Ka mbetur shumë pak njerëz, besoj. Shumë pak kanë ngelur si Sa familje jeni në fshatin tuaj? 6. Vetëm 6 familje. Të gjithë janë larguar dhe kanë ikur? Po, për shkak të fëmijëve të tyre. Po. Mendon që pritët e tu mbas largimit tënd do të vinë dhe ata? Mendoj se po, sepse jo kanë çfarë të bëjnë më tepër se për fëmijët po jetojnë për shkollën këtu. Pra Klia, me pak fjalë ti këtu nuk shet të ardhme. Apo jo? E kuptoj. Të kanë zënë ato streset e momentit për faktin që dita ditës pa frujtite që do të largohesh edhe. Po. Dhe jam është vend më i vogël, aty do ketë më shumë. Po, besoj se të gjithë njehen në mënyrë tjetrën. Po. Teksa kalonim këtu, pas që do përshëndetit të gjithë Lea. Patjetër. Se gjithë është vend i vogël. Është vend i vogël. Ka probleme këtu mes adoleshentëve? Ndjes, Lea? Pak, nuk është se ka shumë, por normal mosha e tyre inicion konflikte. Fakt, nuk kemi dëgjuar shumë herë lajme mes problemeve këtu në adoleshencë në Puk. Nuk janë. Ndodhin shumë, jo, siç në vendet e tjera jo. Sepse këto janë mes njëri tjetrit, nuk vënë alarmant. Po. Duke qenë se njihen dhe gjithë, besoj moshatarët tuaj njiheni, edhe familjarët njihen me familjarët e shoqeve tua apo shokëve tu, kështu që çdo gjë mendoj që është okay dhe brenda kornizave. Si është shoqëria këtu? Si janë adoleshentët këtu? Mund ta tregosh pak? Adoleshentët janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, kanë një karakter shumë të fortë dhe luftojnë për të ruajtur traditat dhe për të hedhur rrënjët për të ardhmen e tyre. Të gjithë? Apo ka edhe përjashtime? Mund të ketë, por shumica. Por në klasën në përgjithësi, në shkollat që ju shkoni, adoleshentët shkojnë, të gjithë flasin me të gjithë dhe të gjithë kanë marrëdhënie me të gjithë, apo? Ka njerëz që janë më shumë social, ka që janë të mbyllur. Po, nuk kanë marrëdhënie të mira me të gjithë. Kanë time të tyre. E kuptoj. Ti Klea, si e përgjithsisht? Je sociale? Po. Edhe mua të përshtypje më lehtë. Po, edhe mua. Kështu duket që je sociale në fakt. Po çfarë do doje të ndryshoje në adoleshentët e Pukës? Qoftë për mentalitetin e tyre ose qoftë për një gjë që ti mendoj që është e gabuar në mënyrë se çfarë ata bëjnë ose çfarë konsiderojnë të drejtë ose jo. Adoleshentët e Pukës duhet që të kenë më shumë ambicie për të luftuar më shumë për ëndrat e tyre. Ndryshe nga ne adoleshentët e Pukës që kemi më pak aktivitete për të kryer, si e kanë limituar ju adoleshentët në Tiranë. Atëherë Tirana është shumë e mbushur në fakt. Do shohësh dhe vetë që shumë e vlutshme, shumë e shpejtë jeta në Tiranë. Nuk e kupton kur është mëngjesi dhe kur është darka. Nuk e di, besoj e ke parë në rrjetet sociale që sepse këtu në Pukë me stadi nuk bëhet protest, kështu që ne në Tiranë dhe në disa qytete të tjera po bëhet protest, patjetër kundër projektit të Zvërnecit dhe për shumë kauza të tjera. Besoj e ke parë që ne në protest ne këto ditë jemi angazhuar shumë herë me protestën, kemi dalë gati për ditë aty, duke marrë në pyetje qytetar dhe jo vetëm. Patjetër edhe për shefin tonë. Pse jo mos dalim dhe ne të protestojmë? Po patjetër unë mendoj që ja vlen. Çdo protestë që bëhet ja vlen. Dhe sidomos ku kauzat janë shumë të drejta dhe shumë të mira që protestuesit dhe qytetarët dalin. Dhe më ka bërë shumë habim, ka bërë shumë çudi. Kam shkuar në disa protesta, si unë si Lidhja. Disa prej tyre kam dhe më parë në emision tjetër që i ka moderuar, ama kur unë nuk kisha parë aq shumë pjesëmarrës. Mbaj mend edhe kur shkoja e vogël me babin, se babi më ka nxitur shumë të frymën që t'jem qytetare aktive, që dalë për detat e mia, të ngrej zërin dhe gjitha më radh. Mbaj mend dhe atëherë edhe vogël nuk ishte kohë. E përshëndesim dhe të bëam shumë. Po jo vetëm babin, edhe mamin, edhe motrën, edhe vllajin, gjithë. Edhe familjen e Lipjes, dhe familjen e Kajt. Dhe mbaj mend që atëherë që Dilja kam qenë e vogël, mirë po kur nuk ka patur kaq shumë njerëz. Por mendoj që qytetarët dhe gjithë shqiptarët
janë shumë të mllëfosur nga një qeveri që po bën shumë vite në pushtet, duan një ndryshim, duan një frymë të re dhe nuk po dalin vetëm në mbrojtje të zvërnecit. Mendoj që kanë shumë kauza që dalin. Klea më bëri një pyetje në fakt që shpeshherë ne ja bëjmë vetes. Dhe çdo kush që del protest ja bën vetes. Po mendoj që nuk ka shumë vend, duke qenë se protesta mendoj që është një frymë shumë e mirë e demokracisë, është një shenjë shumë e mirë e demokracisë. Dhe të gjitha ata persona që kanë pa karakter brenda vetes së tyre, dhe me këtë rast gjej hapësirën dhe momentin për të bërë thirrje çdo shqiptari për të dalë në protest, në çfarë do lloj qyteti që ata janë, të organizohen dhe të dalin, ose në pamundësi të vinë në Tiranë. Ti ke ndjekur pak protestën nga rrjetet sociale si të zgjuar? Ndjekur, për kundra si mendoj se nuk ja vlen, sepse aty po bën vetëm shantazhe, nuk është si po merret diçka në kontra. Jo, shiva, kjo është protesta më këtu do të kundërshtoj. Ku e ke parë ti shantazhin në sakt, le ta sqarosh? Rrjetet sociale. Çfarë mendon që ka qenë shantazhim? Çdo pjesë çdo qytetar që ka dalë për të drejtat e tyre, po kthehet në një meme. Mesazhet e tyre. Këto gjëra janë pak më të thella, por unë mendoj që kjo është protesta më paqësore që shqiptarët kanë bërë. Nuk po bën nga vetë qytetarët, nga më të mëdhenjt. Nga më të mëdhenjt? Jo, e ke gabim. Ju këtu në Puk nuk dilni, ë? Jo. Okej, jeni pak të majt. Në përgjithësi, kështu që jo ndoshta jeni të majt në përgjithësi. Gjithsesi, pasi me parashgjykimi, mendoj që e ke gabim. Ne kemi qenë për ditë aty, ne kemi parë fëmijë shumë të vegjël edhe në karrocë. Nëna që jep një gjë fëmijës aty, kemi parë gjyshe, do thuash ti lloj gjeneratash, kështu që ka fëmijë në protest. Unë vetë fëmijë, nxjerrte vllajin tim, me nxjerrin familjarët e mi, siç më kanë nxjerrë mua që e vogël, jo kundra Ramës ose kundra Berishës. Fëmijët dalin dhe familjarët i nxjerrin për ta mësuar me atë lloj fryme, mendoj unë, pak në si e shohun, dhe me atë frymë që mua më kanë nxjerrë familjarët e mi, të nxjerrin dhe të mësohen me atë frymë që e para e ardhmja jemi ne, dhe e dyta për të ngritur për të drejtat e tua, si qytetar. Sepse po bërëm gjithë kohës popull dele, pra që së ngrimi për asgjë, që shqyr zotit u ngritëm, për 120 kauza, që nuk është vetëm zvërnekës që përmenda. Ajo është fillesa e protestës, se pastaj mor një rrjet komplet tjetër, edhe do thuash ti çfarë të ndikon ty zvërneci. Jo, unë personalisht unë dhe Livia nuk dalim për zvërnecin. Jo. Dalim për 120 gjëra të tjera. Ti në radh parë del për veten tënde. Mbrapa vetes tënde ke një familje, del për familjen tënde, për pensionet e familjes, e prindërve të tu që do kenë të ardhmen. Del për gjyshët e tu. Gjyshët e tu që aktualisht kanë pension. Del për arsimin tënd, që arsimi sa vazhdo shkollën këtu. Po degradon dhe mendoj që ka degraduar jashtë masa shumë, qoftë kurrikulat arsimore, qoftë arsimi në përgjithësi. Del për 120 gjëra të tjera, më kupton? Që nuk është vetëm ajo kauza e zvërnecit. Dhe në asnjë mënyrë nuk bie dakord me ty dhe nuk mendoj që protestat nuk ja vlejnë. Të paktën ne dalim dhe tregojmë që një sekond se ne nuk kemi dele, pra një sekond se ne kemi pak zë brenda vetes tonë, edhe reagojmë, edhe flasim për ato gjëra që ne nuk na duken të drejta, dhe nuk bëhemi palë me disa oligark dhe me disa pushtetës që në fund ditës janë vetëm gjithë kohës për xhivatur. Do ketë rezultat, edhe mbas se s'kam. Po edhe mbas nuk ketë. E rëndësishme që kanë dalë njerëzit, jo vetëm në Shqipëri, po kudo nëpër botë, kudo që ka shqiptar, e kemi parë ka qenë fantastike i gjithë angazhimi. Është bërë që madhe sa janë angazhuar media të huaj, influencer të huaj për të folur mbi protestën që po ndodh. Më së shumti në Tiranë, duke qenë se çdo qytet edhe kam shumë banor, cili e doj do ketë edhe më shumë pjesëmarrës dhe qytetarë në protestë. Kështu që unë mendoj që të gjithë duhet të dalin protestë, edhe unë mendoj që edhe ju këtu në Puk do të organizoni një protestë. Patjetër, nëse duhet që Puka është një vend shumë i vogël, mendoj se s'jam vend. Kish nuk ka bini protest mund ta bësh të vetëm. Më vjen shumë keq. Thua një sekond, kam të drejtat e mia. Më vjen shumë keq sepse vetëm gjenerata jon, pra ky brez nuk do të jetë do të jetë optimist, nuk do të jetë demoralizues, nuk do të jetë që jo, ne s'do arrim asgjë. Çi keni këto mendime, domethënë se më vjen të bërtas.
për herë, dhe u kam shkuar për protesta të ndryshme pas Lidhjen. Edhe kur shkonë në klasë, i thonin, që gjithkohës kemi përthirrje, hajde dalim, se u vra shoku jon, u vra bashkëpunëtari jon. Nesër pas nesër larg qoft mund të jetë një familjar ynë. Po edhe nëse mos jetë, ajo është shok, mund të jemi ne larg qoft, se çdo kujt mund të ndodhi. Më kupton? Nuk largohemi dot. Ne duhet dalim, dhe zë mos gjenerata jon. Po të shohësh në protestë që po bën në Tiranë, bizatrojmë ne gjenerata Z. Edhe prezion, patjetër, shumë e rëndësishme, jemi ardhmja. Do të thënë ne duhet të dalim. Se prindrit tanë bas edhe nuk dalin shumë, mund të ketë pak pjesëmarrjes të brezave, pak më të rritur se ne, duke qenë se janë pak më të lodhur, kanë punët e tyre, kanë 120 gjëra, janë pak të mendojnë që nuk do arrihet gjë me këto protesta, janë pak të demoralizuar nga këta pushtetës. Po ja, vetë gjithkohës. Ka një frymë tjetër, por që dhe tranzicioni nga komunizmi në demokraci ka ndodhur shumë shpejt, kohët kanë ndryshuar shumë direkt, dhe prandaj shpesh herë kemi përplasje të mëdha me prindrit tan, duke qenë se ka një brez që janë rritur ndryshe nga ne. Dhe nuk e kam parë këto që po shohim ne, por gjithsesi, mua më vjen keq jo gjithsesi, mua më vjen keq realisht ju e keni këtë në këtë frymë, nuk e din nëse e ke vetëm ti apo kanë gjithë pasusatarët e tu në punë apo? Po shpërmendimin tim, nuk të motivuar nga askush. Jo, patjetër, po them në përgjithësi, me sa di shoqët e tua apo shokët e tu, çfarë mendimi kanë? Që kanë pasur dëshirë të bëjnë një protestë, po ndoshta s'kan pas mundësi. Ja, okay, e kuptoj. Gjithsesi Klea, pasi me parajgjykimi, patjetër, mos merr asgjë për keq nga ato që thash unë, thjesht po shpërmendimin tim, sepse mendoj që ne gjithë duhet dalim. Nuk juve faj, duke qenë se jeni një vend i vogël, që do thotë mundësitë për informim janë shumë më të vogla. Kjo nuk do të thotë që ju nuk do të ngriheni për drejtat e tua në fund të ditës. Jemi dakord? Po. Vjen dakord me mua? Patjetër që vjen dakord, të gjithë duhet të kemi drejtat tona. Por që dita pyete për jetën tonë në Tiranë, ne patjetër protesta ka qenë këto ditë, sepse ne kemi dhe angazhime tjera. Shumicën e kohës e kalojmë këtu me xhirime, shpesh dalim për vogël në Tiranë, pyesim qytetarët për tema të ndryshme, kemi adoleshencë tonë të dashur, sepse ka mbaruar, po bën pak kohë ka mbaruar, dhe tani kemi vetëm me paradite e kemi pas gjithmonë në shkollë për ditë. Dhe më pas punë, qërime, angazhimet e tjera, edhe kështu shpak e ngarkuar, shpak e vrullshme, jo do kemi një aktivitet, jo do kemi një mbledhje, një konferencë, një gjë kështu, por që se ne jemi pjesë edhe e Këshillit Ridor Bashkiak. Ne zgjedhim që ditën tonë të angazhojmë, nuk kemi nga ato njerëz që preferojmë dalim me një kafe dhe trim 3 orë, aty 4 orë. Ne preferojmë që edhe pra nuk të dita shumë. Nuk u çudita kur më the atë mendimin tonë të protestën, se kur kemi ne në Tiranë, më thënë që është vend shumë i zhvilluar, pasi dhe parajgjykimi, mos merr asgjë për keq nga këto që po them tani, sepse është realiteti që jeni vend pak më i vogël dhe nuk ka asgjë të keqe. Kur ne i thonim hajde në protestë për Martinin, që u vra, edhe kur dëgjoj ata që nuk dilnin, dhe thonë jo se çfarë do bëjun, se çfarë do më japin mua, çfarë zgjidhje do më japin, çfarë zgjidhje do japi kjo protestë. Nuk juve faj fare, por që thjesht mendoj që të ndryshoni pak, sepse i kemi gjithë mundësitë e botës që të hyjmë, të googullojmë, të lexojmë për drejtat tona, ku na shkelet, ku sa shkelet, ku mbaron e drejta tjetrit, ku fillon e jona, më kupton, kështu që jo, ku mbaron e jona dhe ku fillon e tjetrit, ndjen. Liria ime përfundon aty ku fillon liria tjetrit. Ne kemi mësuar këtë që në qytetari në klasë 4 ndoshta, se mbaj më herët. Jena kanë famën e babi. Ditimi të drejtat. Tani, unë mendoj ta ndrojmë pak temën, edhe mi që kemi ardhur deri në Puk, patjetër që ne duam ta shohim pak dhe qytetin Klea. Që do na tregosh pak ku e kalon ditën, ku e ke shkollën, ku e pin kafen, ku del me shoqërinë. Po, se shkolla e kishte këtu afër, mos gaboj. Se vjen nga vendi që jeton, vjen në qendër. Kështu që, okay, do shkojmë ta shohim? Ne ikim. Super. Hajde. Tani ne po ikim drejt shkollës së Kleas, ku ajo kalon pjesën më të madhe të ditës. Atëherë këtu jemi pranë shkollës së Kleas.
Po, kjo shkolla sa fascinoni. Kja do të marri malli për shkollën dhe për gjimnazin që ti ke kaluar 3 vite, ke shpezuar kohë, ke shumë kujtime, besoj të bukura që dhe pak më parë. Po, më shumë të për kujtimet dhe përmirësitë që kemi pasur në gjimnaz. E kuptoj. Se e bukur që ka gjimnazi këtjes. Është në vërtet goxha i madh. Edhe pas ka dhe një E mendoja pamje më të shumë vogël. bukur, do të thonë ty den dritare dhe shef pamjen. Nuk të shtuet mësime. Interesante. Ne atje në Super. Tiranë vetëm pallate shohim. Jo, këtu është mbushur me një gjelbërim. Edhe pallatet janë shumë me kate shumë të ulta, kështu që nuk është se janë shumë të mëdha. Apo jo. Kanë të gjitha pallatet janë se i shoh në një mënyrë Ka që janë dhe të- barabartë, për shumë përshtypje. Ka të Nuk ka përshtatjesur. pulla. Si? Normal që s'ka, po. Nëse janë që banojnë shumë njerëz në këto pallate, son po shoh që na kanë dalë shumë në dritare, fakt që na pa me kamera dhe dolën fëmijë, dolën njerëz për të na përshëndetur. Janë shumë ikpritës. Klea, intervistës tonë për i vjen fundi, për fatin tonë të keq, sepse unë kalova shumë bukur, edhe unë dhe Livia. Po. Fal Knaqem mikpritjes tënde dhe fal edhe thash themeve që bëm u kënaqëm, me thënë drejtën gjatë rrugës që po vini për shkollë. Biseda shumë të bukura, që për vërtet ja vlen për të dëgjuar për mendimin tim. Por, për pyetjet e fundit, unë kam, nuk e di pse, duke qenë se ti për pak do largohesh, do vazhdosh universitetin në Tiranë, për çfarë do të marri më shumë malli për këtu, për vendinjen tënde, pra për Pukën? Është arsyeja se tradita në qytetin e Pukës respektohen të gjitha brezat dhe kjo është një çelës që ruan Pukën. Traditat e saj. Po. Okej, për ndonjë gjë më specifike, ku diun për një ushqim, për një send, diçka që ka shumë vlerë për ty. Ose për ndonjë aktivitet që ti. Si Pukës, që ndihet Për traditën e Pukës do të marr malli. po. Mendon që nuk do të gjithë të traditën e Tiranës? Jo. Edhe unë. Kështu mendoj. Natyrata bëm jeta është e vrusën, është shpejt, kështu që patjetër që mund të largohemi pa dashur. Gjithsesi ne Kea të falenderoj shumë, Kea. ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit, ishte Shumë shumë e faleminderit që mirë. pranove ftesën Faleminderit juve. dhe ta bëjmë mbylljen të bashkë të treja. Shumë faleminderit që e pa të episod, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ne do të jemi në episodin e radhës. Mirupafshim nga Puka.